Ju përmendët shumë vende të Bashkimit Evropian, shumë vende të NATO-s. Zoti Bilali, unë do doja të ndalesha pak tek Turqia së fundmi. Turqia është një vend shumë i rëndësishëm, është antar i NATO-s, ka marrë pjesë në bisedime, është treguar gjithmonë e gatshme si ndërmjetësuese, shumë takime janë zhvilluar pikërisht në territorin turk dhe unë do doja të dija që si e shihni ju qëndrimin e Rusisë sot, sepse po të marrim parasysh edhe atë çka ndodhi në Gaz, qëndrimi i Rusisë ka mbetur vetëm në retorik. Pra konkretisht nuk është se ka vepruar, aq më tepër që me Rusin ka dhe një marrëdhënie të ngushtë biznesi. Sigurisht Turqia është ekuilibruese mes edhe pse është oficial në kampin perëndimor, pasi është në strukturën e organizatës më të fuqishme euroatlantike, do të thotë fuqia e dytë. Por me lejo vetëm 10 sekonda të përmend për Ballkanin dhe Kosovën, do të thotë është mirë dhe një anë pozitive dhe negative ajo çka po ndodh në Ukrainë për rastin e Kosovës. E mira është që Rusia nuk ka argument në instanca ndërkombëtare, sidomos në Këshillin e Sigurimit, të ngul këmbë rreth prishjes së rendit botëror apo atë që quhen që si një lloj mbrojtësie Serbisë që të rregulla ndërkombëtare në 99-ën. Dhe do thotë me dy këmbë ka shkel Rusia dhe kjo është një argument i fuqishëm, është mendoj për rastin tonë. Dhe dyta, shkelën rregulla ndërkombëtare që mund të kanosen edhe vende të tjera të bëhen precedent për ndarje territoriale. Shihni në Maltezi para 4-5 vite ka pas arrestime të disa pjesëtarëve të cilët operojnë si ushtria kozake e Ballkanit, dhe dyta është ujqërit e NATO-s e cila është ekskluzive lidhur me Kishën Ortodokse serbe. Do thotë dy momentume, dy instrumente që përdoren nga Rusia në Serbi dhe në Republikën Srpske, por edhe në Maltezi. Në pyetjen e jote jam ma decisiv. Turqia, telefonatat dhe raportet e Erdoganit me Putinin bile thuhet nga Putin famshëm ndaj Erdoganit fritet. Nuk i takoj njerëzve të konspiracionit, por thuhet që ka luajtur shërbimi rus bukur shumë, ka qenë faktur kyç që të shkatërrohet ai organizim që është. Po. Dhe mendoj që raportet e tilla kanë interesa sidomos në atë që ka të bëjë me energji, në detin e zi. Do thotë është një kooperim që bëhet pastaj për Rosatomin, i cili rreth mbaron centrale bërthamore në Turqi për energji civile. Por nga ana tjetër kemi Zelenskin që në mënyrë të drejtë për drejtë i kërkon ndihmë Turqisë, madje edhe me trupa. Historikisht, si trashëgimtare perandorisë osmane, se ne kemi ka herë kokçarje rreth perandorisë osmane dhe perandorisë turke. Nuk ka ekzistuar perandori turke, perandoria osmane është diçka tjetër. Por është me interes të caktuar që rreth Krimes më tepër trashëgimi ka të drejtë Turqia, Republika e Turqisë, se sa Federata Ruse. Sepse do të thotë lufta osmano-ruse ke pasur në histori. Dhe Ukraina ka qenë, mund të them, çdo herë një lloj mbështetje. Një lloj mbështetje shikuar tradicionalisht nga ana e Turqisë. Meqense Turqia nuk është e interesuar që të forcohet, sepse rrezikohen edhe republikat nazin qendror apo republikat turkoforse. Pastaj kemi interesat e Kaspik me Azerbajxhanin, turkofols, një popullat që do thotë Turqia ka interesa. Shif, Turqia është një shtet dhe një fuqi e cila po rritet sidomos në industrinë e armatimit, dhe mendoj që edhe në pika kyçe në Gaza është Izraeli nuk intereson shumë pjesëmarrja. Jo, ajo që unë do doja të ndalesha edhe me zotin Bim është pikërisht që Rusia ndalet vetëm në retorik. Edhe në Gaza, kështu veproj. Jo, mendova Izraeli ka një problematik tjetër me Turqinë. Po, nuk është interesuar shumë. Jo, nuk është interesuar shumë. Janë në një luftë për sa i përket Sirisë, sepse të dy vendet avancojnë. Jo, këtë dosha të them dhe përfundoj. Izraeli nuk është shumë me brengosur për pjesëmarrjen e trupave të Egjiptit apo Jordanisë. Atu ku janë trupat turke është pak më ndryshe, është situatë shifri, Turqia ka arritur atë kalibrin, më të them, dhe me Shamin, me Sirin, do jetë mejdani ashtu me Izraelin. Por sidoqoftë Pra praktikisht janë në një luftë që po zhvillohet në Siri, mendoni ju? Izraeli me Rusinë, sepse me Turqinë ndjes. Me Turqinë, shif, të dy të njohin mirë njëri tjetrin dhe kanë në të ardhmen, besoj që fusha mejdani do jetë mes këtyre dy rivalëve. Po që sa arrihet që Irani të neutralizohet
sepse besoj që pjesën e dytë do ta kemi Izrael-Iran. S'ka përfunduar loja ende. Nga se Hezbollah bombardohet thoja rregullisht çdo ditë Me që jemi në minutat e fundit, zoti Bilali, do doja që përsa i përket rolit të Turqisë dhe jo vendimarrjes, por mënyrës se si është qasur Erdogan në të gjitha këto fronte, siç është Ukraina, por edhe Gaza, jam shumë kurioze të dëgjoj opinionin e zotit Bimo. A është aktualisht Turqia në një luftë me Izraelin në territorin sirian? Për mua jo, përkundërzi janë duke ndarë plaçkën e luftës. Izraeli po merr atë që mendon ai se i shërben atij si zonë buffer për të garantuar sigurinë e tij në të ardhmen. Turqia nga ana e vet po siguron të gjitha rajonet të banuara nga kurdët, nga të cilët ka pasur shqetësime historikisht. Kështu që praktikisht në Siri janë në të njëjtën lojë së Bashkuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta shkatruar përfundimisht atë shtet si shtet funksional dhe për ta kthyer në një zonë ku secili prej tyre, Turqi, SBA dhe Izrael kanë po realizojnë ato që duan ata vetë, të pashqetësuar nga njëri. Ajo që do të thoshëm për Turqinë është elementi më i rëndësishëm në të gjithë paqen në atë zonë, po edhe shumë më gjerë. Por kam përshtypjen që po mundohet të luajë disi më tepër se sa i ka kapacitetet e vet, apo të kemi parasysh ambicjet e Turqisë për të dalë në Azerbajxhan edhe deri në Xinjiangun kinez, me të ashtu quajturit Grand Turqie, me ato popullsitë që flasin turqisht. Përsa i përket detit zi, ka një moment decisiv që nëse se lufta do vazhdojë dhe rusët do arrin atë që përmendet ambasadori, kam përshtypjen, Odesën, një nga objektivat më strategjike të Rusisë në këtë luftë, nëse do të vazhdojë, do të donin me çdo kusht ta merrin. Në atë moment, kur deti i zi kthehet pothuajse në një liqen rus, Turqia me siguri që do të ketë një pozicionim krejt ndryshe në raport me Rusinë nga ky që ka tani. Kështu që zhvillimet e mëtejshme në Ukrainë do të kenë një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën si do reagojë Turqia, dhe mos harrojmë asnjëherë që është nga shtetet më të fuqishëm ushtarakisht në botë, jo më në atë zonë të veprimit vet, dhe është faktor me shumë peshë në paqen e stabilitet. Kam përshtypjen që në qoftë se në Siri ka luajtur atë rol që ka luajtur për interesat e veta, përsa i përket Ballkanit dhe detit zi dhe Ukrainë, Rusi, deri tani ka luajtur rol konstruktiv. Në rast se do të bjeri kjo Odesa në duart e rusëve, kam përshtypjen që turqët nuk mund të rrinë më aq indiferent ndaj asaj që po ndodh në Ukrainë. Zoti Bimo, zoti Bilali, unë ju falenderoj shumë për prezencën dhe për të gjitha opinionet tuaja. Jeni gjithmonë të mirëpritur në Breaking. Faleminderit. Ditë të mbarë, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.